Individi që ka arritur një lidhje të thellë me vetveten e tij të brendshme bëhet një enigmë për të tjerët. Thellësia e tij e thellë është e pakuptueshme për shumicën. Ky person mishron ndershmëri, rrezaton dashuri, frymëzon besim, promovon mirësinë dhe pasqyron të vërtetën hyjnore. Për të, çdo veprim bëhet një formë e meditimit ose kontemplimit të thellë, qoftë duke ecur në rrugë, duke u angazhuar në një zanat apo duke bërë biznes. Ai ndodhet në një gjendje të vazhdueshme reflektimi. Vështrimi i tij ndaj botës, qoftë drejt qiellit lart apo tokës poshtë, është i mbushur me nderim për të shenjtën, duke e parë hyjnorën në çdo drejtim dhe në çdo gjë, pa kufizuar nga forma apo doktrina. Ky person mund zotroj një urritje jashtëzakonshme, por shpesh mbetet në heshtje, duke e ditur se ndarja e përvojave të tij të thella të brendshme mund shkaktoj konfuzion tek ata që nuk janë në të njëjtën rrugë shpirtërore. Ai e kupton se jeta e brendshme është thellësisht personale dhe jo gjithmonë e përkthyeshme në botën e jashtme.